dhe qezma e ndërtuar nga Ramadan Ramadani, i cili mbi 40 vite jetoi dhe punoi në Zvicër. Siç rrëfen ai për televizionin Uskana, pasi kthehet nga Zvicra, ai vendos që në lagjen ku jeton të ndërtojë një qezme, në mënyrë që banorët, kalimtarët, por edhe kafshët të kenë mundësi të pinë ujë. Bona një qezme atje në hall, e në zavë Elveri ishte iniciatorë si djeshte e në këto të bojnë, e në kujtimi, e në buëm e në këto, një që këmë buë një këtonit. Duke filluar realizimin e idees, Dani gjen gurin natyral, e sjell në fshat dhe nis punën për përpunimin e tij. Në këtë gur janë të vendosura shqiponja 2 krenare dhe figura e Skënderbeut, simbole që japin qezmes një domethënie të veçantë kombëtare dhe artistike. Ky gur e ka pru Mersajmi, firma Daku pi Biçanjce, ka qenë një gur, e në është i puno ky i preja e kumë puno vejet unë kështë si që e shefni. Simboli ka qenë ideja ime që e kumë bua shqiponjën e Skënderbeut. E në qeshme kështë nuk ka ku pju me pjaskon e kumë pa, e kumë meno vejet e kumë bua kështë me idejen teme. A këtë dhindjen e gurit e ke bua vejet të shumë? Kretë dhindja është me duar e bua me, nëse këta me maqinë bua me. Nësa kjo kolibar, kjo është mrenën gur të shkytme? Po, kretë guri o këto, nuk janë këta të montome, janë kretë të gurit vetat janë. Nuk janë të montome, janë kjo veç e agropome, e kumë puno, kanë me të girma qëto, manojnë të edhe shqiponja e Skënderbeut. është e gjyros me ujti është i pi shumë haj i ujësilësit. E në kite këmi bua të pojnë qëndë macat, zoqët, përse vapshtë, po unë. Ka nevojë edhe për da. Po, ha. Edhe më pastaj, kjo ju e ndërtaut për herë të parë këto? Për herë të parë, po, është e kumë bua kitë, ti thamë kitë model. E në një qetër kumë bua, që si thash pare, sot a një pak ma vogël, po kitë e kishën merak edhe këta katunarët. Edhe këta karriket... Karriket i kumë bua të njëta toni kumë bua, kretë vejet. Kite ka bua me gur këtonit agroni, po kitë me gur ka qenë ideja ime kështu. Kumë puno ka Zvicra unë me gur, kumë punoa që 20 vite, kumë dalë tash në penzion, erdha këto. E në kishë merak për katonit bujnë diçka. Guri është po në beton a e fët, është me hekur i lidhë so. A kjo në gjyrosja, me çfarë është në gjyros? Kjo në gjyra është, ma ka pronë Selimi pi Gjermanie, Selim Dervishi, falemderoj. E në është në gjyre majrë, e kumë puno me atë. A kjo... Edhe qeshme në ka pronë Selimi pi Gjermanie. Në thamë pja që është. Pa. E kjo sa problem është të buhet kjo luga këtu ke... Po për kitë, veç për kitë kjo 3 ditë kam punu. Ma shkort thamë për 3 javë e kumë bua kitë si e shef në kështu. 3 javë kumë punu, rrash 3 javë, që kështu si e shef në kom kitë. Pa kitë, me kitë 1 muj ditë kam punu. Punën e orara, si organizojnë e punën? Po, valle orarë, kumë bua pim 8-1-6. Kumë punu, ditë për ditë kumë punu, pim 8-1-6. Ramadan Ramadani thot se nevoja për vepra të tilla është e madhe, pasi sot shumë bagëti dhe kafshë të egra nuk kanë ku të pinë ujë. Sipas tij, qezme të tilla duhet të ndërtohen edhe në zonat malore, pasi shumë kafshë të egra zbresin deri në fshat për të gjetur ujë. Gjallënsa ka dhe ka preka njerë të kam pyja që ma shpris të me ujë, ka ju qeshme, që në halë ka prek, s'ka pas as njëherë. Do të thëma ka njerët në ka prek. Pranë qezmës takuam shumë banor të fshatit dhe mërgjimtar që çmalleshin mes vete. Njëri prej tyre ishte edhe Enveri, i cili jeton dhe vepron në Vijen të Austrisë. Me emocione të veçanta ai tregon ndjesim për përfundimin e ndërtimit të këtij projekti. Juve si televizion këto lokal që i interesoni për kësi gjajash për gjithë fshatrat edhe këto fshatin tonë, ki kolibarët, ne ishëm një pushim këto, erdha në një grupë bashkëfetarësh, këpi një kafe këto,
edhe dulëm të shofim veprën e Danit, që ku e ka bo ke shpeja, të shofim punën që shka bo se ishte e lavdrushme, e pamat veprën atë, e thirëm Danin këtë në dhe në shpeja dhe ke shpeja ishte, edhe në tha, unë këtë e kam bo për mahallën time, mirë po për fshatin, kam dëshirë të bëj një vepër edhe më të madhe, edhe më të mirë se kjo që e kam realizu unë ke shpeja. Edhe morëm një iniciativë, erdhë kujtimi, Tako, Afmeti, ishën disa Gjeptjeti, Atuqi, edhe erdhëm këto prapë, u them, edhe morëm është një iniciativë, me se cili dha një mendim, në më në fond, tani që Dani e realizoj këtë me shumë sukses, shumë një vepër të majë që do mbetet me të vërtet shumë gjatë kështonik, edhe do të shofin edhe tjerit që çfarë vepre ka bua një punë kolosale, punë të mirë, punë të suksesshme, e lodhshme shumë, e lodhshme bollë, se ka punohë një muj ditë intensivisht, ka marrë informata në Pijaka me gjikit në tëmi, edhe për tjerve se ka punohë shumë aktivisht. Edhe si shefmi në ju vetë, ka dalë një vepre bukur. Prandaj thash se ky nuk përveç këtij krojit ose qeshme si thamë neje, ka bua edhe vepra shumë tjera, për shembull ka karriket. S'ka ciloj karrikesh, për shembull as në Kërçovë nuk i ka, as në qytet nuk i ka këta. Ky veti ka realizu, veti ka menu, veti ka bua. Këtë unë ka bua tamam si që i përshtatet edhe figurit vendit këto. Tani, si thamë, kjo vepër për të gjithë do mes, për me bashkëtarë do mes, me të vërtet do mes shumë gjatë në kujtimet, po edhe emri Danit do përmendet shumë gjatë, se këta gjojat e mëdhonja mesin për herë shumë gjatë mesin. Në fund Ramadani nuk harron të falenderoj bashkëtarët e tij, të cilët i kanë qëndruar pranë dhe kanë kontribuar në forma të ndryshme që ndërtimi i kësaj çezme të përfundojë sa më shpejt. Po kretë grupecarët i falenderoj, edhe fshatarët kanë dhënë kontribut, edhe grupecarët, u falenderojmë kretëve, më kanë ndihmuar edhe ata, edhe me parët, thëmë edhe me fjalë mira këtonit. Më kanë shkrujt, po, më kanë shkrujt qëto ke grupi, më kanë falenderoj, edhe unë i falenderoj, kretë. Çezma e ndërtuar në Kolibar tashmë nuk është vetëm një burim uji, por edhe një simbol i lidhjes së fortë që Mërgata vazhdon të ketë me vendlindjen.